të tjerë, unë di dhe shumë raste të tjera që janë shpallur. Kemi për shembull pleq në moshës 80-90 vjeçar, vetëm se në pasaportat e tyre kanë patur të vërteta që kanë lindur në Çamëri, në Filat, apo në Margëlliç, apo në Gumeniz dhe janë shpallur në ngrata dhe nuk janë lejuar. Do të tregoj edhe një rast tjetër në vitin 2015 apo 2016, mos gaboj, një zëvendësministre e Shqipërisë që ishte ftuar në një simpozium ndërkombëtar për punë sociale këto, u ndal në doganën atëherë që mos të hynte në Greqi vetëm se origjina e saj ishte nga Çamëria apo ishte aktiviste e shoqatës Çamëria apo e partisë BDU që mbron të drejtat e shqiptarëve të Çamërisë dhe është bërë ndërhyrje ndërkombëtare që kjo mas 4 orësh të hynte në Greqi për të marrë pjesë në këtë aktivitet ndërkombëtar siç ishte për punë sociale për të organizuar. Në këtë rast, ju si e shpjegoni, si është e mundur që një vend antar i BE-s dhe nga ana tjetër kur Shqipëria synon antarësimin në Bashkimin Evropian ka koncepte të tilla nacionaliste dhe ka koncepte të tilla konkretisht ndaj gazetarëve, ku kërkon të arrijë Greqia në këtë rast? Greqia gjithmonë i bën këto gjëra për të mbajtur në heshtje dhe në gjumë qytetarët e saj grek që janë atje shtetas grek, të cilët nuk kanë origjinë greke, po janë me origjinë, siç e kam thënë, nga Bullgaria, Maqedonia, Shqipëria, hebrenj, turq, duke i mbajtur këto me dhunë që nuk njeh asnjë pakicë kombëtare dhe ushtrohen gjithmonë presione të tilla që mos të zgjohet një lëvizje e tillë për kërkuar të drejtat e pakicave atje që janë qenë themelimin e shtetit grek para 200 viteve dhe është i vetmi shtet që thot 100% jemi grek të pastër, jemi ortodoks pastër, ku atje edhe katolikët që janë grek poshtrohen, përndiqen, ku varrezat e hebrejve të komunitetit hebrej selanik dhunohen, shpeshherë thyen, ku dhe shumë të besimeve të tjera siç janë Jakubat që përndiqen atje që janë grek dhe shtetas grek. Është një shtet racist që është i lidhur fort me fen ortodokse dhe vjen në këtë mënyrë. Por, nëse do ta shikojmë thellë Greqinë, është një shtet i kalbur, nëse do të shikojmë është një pata ardhme, ka rreth mbi 3 milion pensionista pleq, rini nuk kanë, po të shkojmë shkollat e tyre, mësojnë fëmijët e emigrantëve si nga Shqipëria, Bangladeshi, Pakistani, India, Egjipti dhe shumë vendeve të tjera. Por atje ushtohet një dhunë brenda në shkollë ku mësohet vetëm feja ortodokse nga këta edhe pse vinë me origjinë nga familje muslimane, nga këta fëmijë atje, thotë që të gjithë ju jeni grek dhe mos mendoni se keni përardhje nga India, Pakistani, Bangladeshi, në këtë rast edhe të fëmijëve shqiptar po me emigrantëve shqiptar. Pra, si është e mundur që shqiptarët rreth 1 milion që pretendojnë mund të jenë më shumë apo më pak, janë shtetas Greqisë rreth 150.000 deri në 200.000, nuk kanë arritur të zgjidhet një shqiptar qytetar në një bashki të Greqisë, nuk ka arritur një shqiptar të zgjidhet kryetar bashkie apo një shqiptar të zgjidhet deputet apo konkurroj. Flasim gjithmonë për shqiptar me kombësi shqiptare dhe shtetësi shqiptare dhe jo shtetës shqiptar po me kombësi greke. Zoti Llalla, çfarë po bën shteti shqiptar konkretisht për zgjidhjen e çështjes Çame apo e ka harruar përgjithmonë atë dhe nga ana tjetër, cilat janë lëvizjet e Greqisë për ta bllokuar gjithnjë më shumë zgjidhjen e kësaj çështje? Republika e Shqipërisë ndër vite më parë ka bërë është një rezoluta për Çamërinë që është 27 qershori, ka financuar mos gaboj varrezat në Klogjer, por ka rreth 8-9 vite është heshtur kjo gjë fal frikës që Greqia do na vej vetë apo dhe Kipra që është e fshehur, një veto e fshehur mos e harroni e Kipros së administratës greke, është e fshehur një veto e tillë dhe nga Kipraja, pasi konsumohen ato që kërkon Greqia, siç thash, do kërkoj njërin e pakicës kombëtare greke në Imar, njërin e pakicës kombëtare greke në Korçë, edhe shumë gjëra të tjera në dëm të Shqipërisë. Unë mendoj që shteti shqiptar gabon që se ngre zëri, se duke heshtur ajo lëshon territor, lëshon gjëra që nuk është mirë të lëshohen. Mos harroni, në Shqipëria gaboi që njëri 9 pakica kombëtare brenda Republikës Shqipërisë duke mos ekzistuar, se nëse ekzistojnë pakica kombëtare mirë është dhe njihen, por është i vetmi shtet që njeh më shumë pakica kombëtare, ku e dim që Maqedonia është shtet multietnik dhe nuk njeh kaq shumë sa njeh Shqipëria. Pra, politikanët tanë, megjithatë duhet ta themi hapët që politikanët tanë të sotshmit edhe para disa vitesh nuk kanë ndjenjë kombëtare shtetërore, por vetëm mund ta dëmtojnë Shqipërinë duke e keq përdorur pozitën shtetërore, duke vjedhur, duke bërë edhe shumë gjëra të tjera. Jemi dëshmitarë se sa janë arrestuar drejtues shtetit shqiptar. Kjo tregon që ne nuk e shohim Shqipërinë dhe institucionet shtetërore si tona, po si një plaçke huj për ta grabitur.
Zoti Llalla, a ka lëvizje të tilla të Athinës zyrtare që bëhen underground, pra në fshetësi dhe ne nuk i shohim dhe Greqia punon me një agjendë 20-30 vjeçare për interesat e saj? Ka gjithmonë një ushtri e heshtur që punon në tokë në formën e kulturës, në formën e nxitjes së asimilimit, ku ka politikanë shqiptar, deputetë e tjerë që punojnë për interesat e Greqisë. Mos harrojmë dhe kisha ortodokse atë që pale e Shqipërisë një pjesë ku ka punuar dhe punon. Në heshtje duke bërë asimilimin, Greqia shikon më larg që mas 30-40 vitesh ku ne mos jemi në këtë jetë, do kërkoj me asimilimin që po bën, duke dhënë shteti greke, autonominë e Vorë e Pirit apo aneksimin e jugut të Shqipërisë. Ata punojnë duke financuar në heshtje biznesmen shqiptar të cilët financojnë aktivitetet anti-shqiptare, mediat financojnë dhe shumë në media. Mos harroni shumë pak flitet në mediat tona të gjëra, mediat e fuqishme, klasit parë po themi, për çështjen Çame, për çështjen Arvanitasve, për të drejtat e shqiptarëve në Greqi. Ka një ushtri ato që po punojnë, mos harroni, në jugun e Shqipërisë po ndërtohen gjithmonë të jashtëligjshëm kryqe të mëdhenj mbi 10 metra, gjë që në Greqi para një jave dikush vuni një kryq grek, shtetas grek, një kryq në Greqinë veriore, dhe ato shtetas grek shkuan në gjykat për të dënuar si një të jashtëligjshme. Ndërsa në jugun e Shqipërisë për provokim të besimtarëve të tjerë, janë vënë kryqe të mëdha jashtëligjshme, kemi ndërtimin e busteve apo përmendoreve të jashtëligjshëm të atartëve grek të ardhur nga Greqia, që kanë kryer masakra mbi popullsinë shqiptare në vitin 13, 12, 14, në 40-ën, 41-shin. Pra jugu i Shqipërisë pothuajse. Kemi që gjua shqipe në jugun e Shqipërisë në dy komuna, Finiqi dhe Dropulli, është inekzistencë zyrtarisht, pra në shumë shpresa zyrtare shkruhen vetëm greqisht dhe jo në gjuhën shqipe, pra flasim shpresa të bashkisë dhe të nënpunësve shtetëror, nuk ekziston gjuha shqipe, ku unë gjithmonë si individ i kam denoncuar me fakte që nuk jam kundër gjuhës greke. Atje ku në radhë parë duhet të jetë gjuha administratës që është gjuha shqipe, dhe më tej duhet të jetë gjuha pakicës. Por gjuha shqipe nuk ekziston në disa dokumenta shpresa zyrtare në Dropull dhe në Finiq, ku edhe në përmendoret që vjen nga kryetarët e këtyre dy bashkive vjen vetëm në gjuhën greke. Pra gjuha shqipe është inekzistence. Dhe rrugët që kanë këta në përfshat apo në këto qendrat e tyre, banimit janë vetëm në gjuhën greke dhe jo në gjuhën shqipe. Dhe tabelat e këtyre emrave janë shumicë emra të adartëve grek, siç e kam thënë, që janë anti-shqiptar dhe kanë kryer veprime në dëm të Republikës Shqipërisë dhe të popullatës shtetësve të kësaj. Pra kjo është e vërteta. Nga ana tjetër, shteti shqiptar çfarë po bën për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tij në këtë rast, apo sillet siç është sjell deri më sot? Shteti shqiptar është në gjumë, ka rreth 20 vite që është në gjumë, që kur kemi pranuar ndryshimin e kufirit detar në detin jon ku ndodhen rezervat të mëdha nafte dhe gazi, shteti shqiptar është në gjumë ku po bëhen ndryshimi i piramidave të pikave të kufirit. Shteti shqiptar është në gjumë kur vijnë me rroba civile, ushtarak, general, strateg, lufte, polici, zbulim kundër zbulimi me grupacione dhe shëtisin në për jugun e Shqipërisë, Nimar, Përmet, Skrapar, Leskovik, pa folur Tarant, dhe bëjnë fotografime dhe bëjnë strategji që nesër mas 30 vitesh, 20 vitesh ndoshta dhe një luftë të tillë të jenë përgatitur grekët me hartat e tyre gjeografike, me hartat e tyre të taktikës. Shteti shqiptar hesh, vetëm para 10 apo 15 ditësh zoti Fredi Beleri, si një eurodeputet i Greqisë dhe shtetas i Shqipërisë, shoqëroi rreth 20 oficer të zbulim kundër zbulimit, policë, ushtarak, të cilët erdhën me grupacion në Himar, vizituan nga Përmeti andaj pikat strategjike të Republikës Shqipërisë. Edhe ne jemi në NATO dhe nuk kemi të fsheta ndaj Greqisë, po mënyra se si ata vinë është tinzare, mënyra se si ata veprojnë e keqdashe. Pra, shteti shqiptar në këtë rast nuk ka marrë si mas. Jo se duhet të jemi kundra këtyre vizitave të tilla, po duhet të jenë vizita të deklaruara dhe të shoqëruara në bazë të ligjeve ndërkombëtare nga oficer të Shqipërisë, që shkruajnë të grupet si turistë që vinë. Zoti Llalla, dhe i pyetje fundit, sa rrezikon Shqipëria me çështjen e detit që e ka dërguar në Hag në raport me Greqinë? Është gabim radh parë që ne kemi çuar një çështje që nuk ekziston në gjykat në këtë rast në Hag të detit, sepse ajo është kufiri dihet, ka ekspertë të tillë dhe grek dhe shqiptar që mund ta vënë vizën e drejtë
ashtu si ekspertët italianë dhe grek kanë dhënë vizën e drejtë, ashtu si ekspertët grek dhe egjiptanë e Egjiptit e kanë dhënë vizën e drejtë, ashtu si ekspertët të Libis me grekët e kanë dhënë vizën kufitare drejtë, dhe ne nuk është dashje të shkojmë në Hag, unë më ja them që tani në Hag grekët kanë një lodh fuqishëm dhe ne do ta humbim atë çështje pa e nisur fare, një çështje që nuk duhet të shkojë në Hag ku është e zgjidhur, grekët ta kenë kufin aty ku e kanë dhe ne ta kemi aty ku e kemi, është shumë kollaj. Sepse Greqia vetëm me Shqipërinë kërkon 12 mile nga pika e saj dhe nuk i kërkon 12 mile fjala vjen me Turqinë apo me Italinë apo me vende tjera. Pra e kërkon sqarimi vetëm nga ana e Shqipërisë në selfin 1, më duket mos gaboj ose 2, po më duket në 1 ku ka rezerva nafte që i përkasin Shqipërisë dhe rezerva gazi që për fatin ton të mirë janë në pjesën tonë të gazit dhe të naftës.